Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam mësimdhënësja Rabi Osmani, mësuese në shkollën fillore Mehmet Deralla në fshatin Gradec. Për ju sot kam përgatitur një njësi mësimore në lëndën e gjuhës shqipe. Në fillim të orës do të njoftohena me qëllimet mësimore që duhet të arrihen në këtë orë mësimore. Ato janë të lexoni qartë dhe me zë. Të lexoni në mënyrë shprehëse duke i respektuar shenjat e përdorura të pikësimit dhe me intonacionin e duhur, theks të veçantë, shenjat e pikësimit. Mjetet mësimore për këtë orë janë, kuptohet, libri gjuhës shqipe për klasën e tretë me autor Gjilimsere Kasapi, Syrja e temi, Ibadete Dalloshi, fletore ose flete bardhë dhe laps. Në fillim të orës kam përgatitur teknikën bingo. Siç e shihni në ekran, janë paraqitur disa kutia me fjalë të mbushura. Pra, teknika bingo jam e bindur se është një ndër teknikat më të dashura tek ju fëmijët. Dhe shpresoj që e keni punuar në klasë. Në fillim, në fletoret tuaja, vizatoni tre kuti horizontale dhe 3 vertikale, do me thënë gjithsej 9 kuti të zbrasta. Derisa ju i bëni kutit, ne do t'i lexojmë fjalët. Në kutit e zbrasta duhet të përzgjidheni 9 fjalët nga fjalët e dhëna dhe të shënoni në kutit e zbrasta që mendoni se do të jetë fjalët për bingo. Prandaj fillojmë me leximin. Mollë, fëmijët, plaku, i urt, shkolla, mirëdita, tha, fëmija i parë, fëmija i dytë, fëmija i tretë, bariu, fshat, ditë, detyrë, përrallë, menduan, hëngrën, java, bukur, tregon, ktheheshin, shokë, dakord, gja, lagje, muaj, pyetje, keni, pronar, luten. Pra, këto janë fjalët, të cilët ju 9 fjalë nga këto duhet t'i shënonim në kutijat që i keni bërë të zbrasta. Besoj që i keni gati edhe kutijat edhe fjalët e përzgjedhura. Tani, në vazhdim, do të shohim se cilin nga ju i ka rënë bingoja. Pra, unë kam përzgjedhur, me qenë se jemi në kohë pandemie dhe nuk kemi mundësi që të përzgjedhëm fjalët nga kutia, një kam përzgjedhur rastësisht disa nga fjalët e dhëna. Mollë, plaku, luten, bukur, lagje, fëmijë, përrallë, shokë, dakord. Shpresoj se edhe ju paraprakisht e keni plotësuar këtë tabel me fjalët tuaja. Në qoftë se në mënyrë horizontale i kishit të shënuara këto fjalë, plaku, lagje, shok, atëherë ju keni fituar bingon. Po gjithashtu, luten, fëmijë, dakord, gjithashtu është bingo, mollë, bukur, përrallë. Por, kemi edhe në rast të tjerët, mollë, lagje, dakord,
por gjithashtu bingo kemi edhe përrall, lagje, lutem. Shpresoj se jeni kënaqur dhe ja keni arritur qëllimin për teknika bingo. Fjalët të cilët janë përzgjedhur në këtë teknik janë marrë nga njësia që do ta zhvillojmë sot, e cila titullohet Përralla për 2 mollë. Atëherë, ju lutem, hapni librat në faqe 7 dhe ndiqni leximin. Lexoni dhe nënvizoni fjalët e panjohura. Unë do ta lexoj me zë, duke munduar të respektojmë të gjithë, edhe ju, edhe ne, shenjat e pikuzimit dhe intonacionin e duhur. Fillojmë. Përralla për 2 mollë. Fëmijët ktheheshin nga shkolla. Mirëdita, Xhazeqo, e përshëndetën fëmijët Bariun e fshatit. Mirëdita, do të na tregosh një përrallë të bukur? Lutën fëmijët. Po, do t'ua tregoj nëse dini të përgjigjeni në një pyetje. Dakord? Dakord, pranuan fëmijët një zëri. Dëgjoni pra. Në ditën e dytë të javës së dytë të muajit të dytë, në orën 2, në rrugën e dytë të lagjes së dytë, në qytetin e dytë, i kam parë 2 mollë. Pastaj, pyetën fëmijët, ju e keni për detyrë t'ia qelloni çubë me to? Fëmijët menduan, pastaj u përgjigjën. Fëmija i parë, i ke marrë ti dhe i ke ngrënë. Fëmija i dytë, i ke marrë ti, nuk i ke ngrënë, por ua ke dërguar fëmijëve në shtëpi. Fëmija i tretë, vetëm i ke shikuar dhe nuk i ke marrë. I ke lënë aty ku i ke gjetur. Fëmija i katërt, nuk i ke marrë, sepse ke shpresuar që mund të kthehet pronari i tyre. Fëmija i pestë, ti nuk ke pasur mundësi ta bësh asnjërin prej këtyre që i thanë shokët e mi, sepse ato 2 mollë kanë qenë duke i ngrënë 2 fëmijë. Shumë bukur ja qëllove, tha Bariu i fshatit. Tash na trego përrallën, kërkuan fëmijët. Pse? Kjo që a thash nuk ishte përrallë për 2 mollë? Që i hëngrën 2 fëmijë? Shpresoj se ju ka pëlqyer tregimin e ka shkruajtur apo përrallën Rakip Ramaj, autori Rakip Ramaj. Tani, në leximin e dytë, do ta rilexojmë përsëri përrallën, duke lexuar me intonacionin e duhur dhe respektuar shenjat e piksimit. Gjithashtu, ju keni për detyrë ti nënvizoni fjalët e panjohura. Pra, fjalët me të zezë janë fjalit që janë me të zezë, janë fjali dëftore. Me të katërt, fjali dëshirore, me të huqe, fjali pyetëse. Në bazë të shenjave të piksimit, edhe i dalloni edhe fjalit.
me pik fjalit dëftore, me pik çudice fjalit dëshirore, me pikë pyetje fjali pyetse. Pra, në fjalit dëftore, në fund të fjalis dëftore, intonacioni i zërit ulet. Në fjalit dëshirore, atëherë zëri ngritet. Pra në fillim është i ulët, në fund ngritet. Tek fjalit të pyetse, gjithashtu në fillim është i ulët dhe në fund ngritet. Fillon ta lexojmë së bashku. Ju do të lexoni tekstin me zë në shtëpitë tuaja. Fillon. Përalla për dy mollë. Fëmijët ktheheshin nga shkolla. Mirëdita, Xhazeqo, e përshëndetën fëmijët bariun e fshatit. Mirëdita, do të na tregosh një përallë të bukur? Lutën fëmijët. Po, do t'ua tregoj nëse dini të përgjigjeni në një pyetje. Dakord? Dakord, pranuan fëmijët një zëri. Dëgjoni pra. Në ditën e dytë të javës së dytë, të muajit të dytë, në orën 2, në rrugën e dytë të lagjës së dytë, në qytetin e dytë, i kam parë dy mollë. Pastaj, pyetën fëmijët. Ju e keni për detyrë t'ia qëlloni ç'u me to? Fëmijët menduan e menduan, pastaj u përgjigjën. Fëmia i parë. I ke marrë ti dhe i ke ngrënë. Fëmia i dytë. I ke marrë ti, nuk i ke ngrënë, por ua ke dërguar fëmijëve në shtëpi. Fëmia i tretë. Vetëm i ke shikuar dhe nuk i ke marrë. I ke lënë aty ku i ke gjetur. Fëmia i katërt. Nuk i ke marrë, sepse ke shpresuar që mund të kthehet pronari i tyre. Fëmia i pestë. Ti nuk ke pasur mundësi ta bësh asnjërin prej këtyre që i thon shokët e mi, sepse ato dy mollë kanë qenë duke i ngrënë dy fëmijë. Shumë bukur ja qëllove, tha bariu i fshatit. Tash, na trego përallën, kërkuan fëmijët. Pse? Kjo t'ua thash nuk ishte përallë për dy mollë? Që i hëngrën dy fëmijë? Shpresoj që e keni lexuar mirë dhe jam e bindur për këtë mësim. Dhe gjithashtu i keni nënvizuar fjalët e panjohura. Fjalët e panjohura në këtë njësi mësimore, besoj se dikush e din dhe dikush mund mos e dije, dakord, që do të thotë në rregull, lagjes, në hallës. Në qoftë se keni fjalë të tjera që nuk i kemi paraparë, konsultoheni me fjalorin e gjuhës shqipe ose pyetni prindërit. Në vazhdim, do të shohëm se sa e keni kuptuar njësinë mësimore. Pra, unë do t'i lexoj pyetjet dhe ju do të përgjigjeni. Ndërkohë, do të përgjigjem edhe unë pastaj së bashku me ju. Pyetja e parë, lexojmë së bashku. Me kë u takuan fëmijët kur ktheheshin nga shkolla? Përgjigjena, fëmijët kur ktheheshin nga shkolla u takuan me Xhazeqon. Pyetja e dytë, nxënës të dashur, për çfarë e lutën fëmijët Xhazeqon? Fëmijët
gjazeqon e lutën që t'ju tregoj një përrallë. Pra, fëmijët e lutën gjazeqon që t'ju tregojë një përrallë. Pasi ranë dakord, si e filloi tregimin bariu i fshatit. U përgjigjët, të shohim tani së bashku, pasi ranë dakord, bariu i fshatit e filloi tregimin. Në ditën e dytë të javës së dytë, të muajit të dytë, në orën 2, në rrugën e dytë të lagjës së dytë, në qytetin e dytë, i kam parë 2 mollë. Pyetja e radhës është, çu dha për detyrë fëmijëve? Pra, çu dha për detyrë fëmijëve gjazeqo? Përgjigjena së bashku. Gjazeqo, fëmijëve ju dha për detyrë që t'ja qellojnë se çu bë me 2 mollët. Pyetja e radhës është si u përgjigj fëmija i 5. Pra, fëmija i 5 u përgjigj. Ti nuk ke pasur mundësi ta bësh asnjërën prej këtyre që i than shokët e mi, sepse ato 2 mollë kanë qenë duke ngrënë 2 fëmijë. Dhe e fundit, që shpresoj që do t'ja qelloni me njëherë, është cila ishte përralla që ua tregoi gjazeqo. Hajde së bashku, përralla që ua tregoi gjazeqo ishte përralla për 2 mollë. Shpresoj që ja kemi arritur qëllimin së bashku dhe ju për detyrë shtëpie keni të lexoni disa herë tekstin e mësuar sipas intonacionit të duhur dhe të respektoni shenjat e pikësimit. Pra të lexoni tekstin e mësuar me intonacionin e duhur duke i respektuar shenjat e pikësimit. Dhe në fletore të shkruani pyetjet në faqen 8 të kuptojmë përmbajtjen. Dhe pasi që të shkruani pyetjet, t'ju përgjigjeni atyre. Mirëmbëjtje dhe shihemi në orën e radhës.